Përshëndetje nderuar teleshikues të UTV News. Këtë pasdite do të flasim për një temë që Amebinush do të tërheqë të gjithëve. Për një arsye shumë të thjeshtë, sepse të gjithë vendosemi përpara një pyetje të tillë se çfarë profili studimor do të zgjedhim me 1 milion paqartësi, sigurisht në momentin që duhet të vendosim degën preferenciale studimore e përmes saj përcaktojmë edhe të ardhmen e jetës tonë, të karrierës që do duam të kemi. Është një pyetje $1 milion, sepse kur je në moshën 17 apo 18 vjeçare është më e vështirë të japim përgjigje, por më tepër kur mungon edhe informacioni, kur mungojnë të dhënat që të orientojnë. Për gjatë minutave në vijim do mundohemi pikërisht të japim një lloj orientimi, një lloj informacioni, duke bërë edhe krahasimin midis asaj se çfarë na ofron përvoja perëndimore dhe mënyrës se si kanë evoluar gjërat në sistemin arsimor shqiptar gjatë këtyre 2 dekadave të fundit. Unë për këtë kam kënaqësinë të kem të ftuar sot pasdite në studion e UTV News profesor Artan Fugën, filozofin e shkencave të komunikimit. Përshëndetje, mirë se erdhët profesor. Përshëndetje, mirë se u gjeta në studion. Kam në studio sërish. Gjithashtu uroj mirëseardhjen time dhe Elona Mehmeti, drejtore e zyrës së zhvillimit të kurrikulave pranë Albanian University. Faleminderit Evis. Kënaqësi që kam dhe ty Elona këtë pasdite. Para se gjithash do të ftoja fillimisht të ndjekim një insert. Inserti në fakt është edhe një ndër shkaqet e organizimit edhe të kësaj puntate, sepse jep disa të dhëna shumë interesante. Është një studim i prezantuar te një nga revistat italiane që flet realisht për realitetin italian dhe paqartësitë që kanë të rinj italianë në raport me dekat e tyre preferenciale, por edhe një lloj trendi në të gjithë botën. Ndjekim materialin dhe rivim pas pak në studio. Ka qenë ky materiali që sapo ndoqëm. Në fakt, unë do doja që para se të nisim bisedën, të lidhim pak mënyrën se si kanë ndryshuar gjërat gjatë këtyre 20 viteve, pra për të bërë dhe një lloj kronologjie të asaj se si kanë ndryshuar preferencat e studentëve shqiptar, dhe unë besoj se në këtë rast drejtohem me drejt juve. Është një pyetje që kërkon ndofta një studim. Siç po diskutonim edhe me Elonën përpara se sa të fillonte emisioni, por gjithsesi unë e kuptoj, ju i drejtoheni përvojës time empirike nga sa unë kam parë studentët dhe prurjet e tyre. Do të mendoja që po ka disa tendenca që tregojnë një lloj ndryshimi, por ka edhe një, si të thuash, një prirje që tregon një qëndrueshmëri. Cila është qëndrueshmëria? Qëndrueshmëria është se që përpara 20 ose edhe pak më shumë vitesh dhe deri tani diploma e shkollës lartë vazhdon të mbetet për familjen shqiptare dhe për studentin shqiptar një simbolik vlerësimi social, një simbolik statusi social në marrëdhëniet me të tjerët, vazhdon të mbetet një simbolik që tregon detyrimin e prindit për ta shtyrë fëmijën drejt studimeve të larta, edhe një lloj afirmimi i identitetit social në rrugën që i riu bën në jetë. Ky faktor kaq stabil edhe kaq i qëndrueshëm që është një mentalitet i saktuar, sigurisht ka fuqinë riprodhuese. Ai riprodhohet nga brezi në brez, mentalitetet dhe psikologjia janë të tilla që riprodhohen. Riprodhohen edhe atëherë kur ajo diplomë të çon në tregën e punës dhe të jep vërtet disa pasoja pozitive në statusin social, në mirëqenie, në të ardhurën, në kënaqësinë profesionale, në karrierë kështu me radhë, dhe atëherë kur stahet. Kjo është qëndrueshmëria. Pra, tendenca e rinisë shqiptare për të ardhur për të bërë studimet universitare vazhdon të mbetet shumë e fuqishme. Çfarë ka ndryshuar? Unë do mendoja që disa, si të thuash, profesione të cilat dikur ishin të tilla që të çonin në vende pune, dhe diploma që lidhen me këto profesione, sot nga njëra anë është masifizuar shumë shkolla, është masifizuar shumë, është masifizuar profili pedagogjisë, psikologjisë, sociologjisë, historisë, pedagogjisë, dhe gjithnjë më shumë prurjet e diplomuarve janë të mëdha, vendet e punës në treg janë reduktuar. Pra, në qoftë se 20 vjet përpara
kishte një nevojë për të diplomuar të rinj me kurrikula të reja, me mentalitet të ri, sepse një brez ikte, mbas 20 vjetësh, personeli në shumë institucione, sidomos në arsim gati është plotësuar, ndërkohë që prurjet e shkollës nëpërmjet masivizimit në këto profesione me diploma të saktuara shtohen dhe çfarë sjell kjo? Kjo sjell një deprimim të madh. Së dyti, ajo që dihet është se kemi një kalim, një transformim të pëlqyeshmërisë të studentëve, të cilët në një farë mënyre i ikin shkencave inxhinierike, i ikin profileve matematike, fizike, të kimisë dhe kështu me radhë, duke shkuar drejt asaj që unë bashkë me kolegun tim Zydi Dervishi në librin ton midis fshatit dhe qytetërimit global, ku merremi me arsimimin e të rinjve në shkollën në zonat rurale, themi ne gati po bëhemi ikon poetësh. Këto dy tendenca vëreun të mëdha. Në fakt këto dy tendenca, po ta krahasojmë pak edhe me atë studim që ne vendoshëm, vëreshet tek argumentat pro studimeve shkencore që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra në disa universitete si në Miami, Iowa, por edhe në Princeton dhe Harvard, ka disa dep të profileve shoqërore, kryesisht ndoshta të natyrës filozofike, të cilat janë duke u ripar ose në disa prej universiteteve janë mbyllur, pikërisht për faktin se ky trendi që në vendin ton profesori me drejt konstaton që po shkon drejt shoqëroreve, pra jemi duke u bërë një kom poetësh sikurse juve thatë, në vende të tjera të perëndimit nuk funksionon kështu, me sa duket shkencat janë ato që mbajnë domenin kryesor të pëlqyeshmërisë. Këtu lëvën shumë për diskutime sepse shoqëritë janë të ndryshme, realitetet janë të ndryshme. Ajo çka unë dua të them dhe çka ne e themi shpeshherë si le të themi pjesë e një brezi i cili ka mbaruar le të themi shkencat sociale, është që kemi pranuar gjithmonë është që ne na mungojnë studime të mirëfillta që do na ndihmonin në këtë pjesë. Megjithatë, ajo çka unë perceptoj dhe ajo çka unë ndjej gjatë punës time të përditshme është që pavarësisht se ne mundohemi që të tregohemi le të themi më pak pragmatik për sa i përket për zgjedhjes, se çfarë drejtimi japim fëmijës për të zgjedhur në universitet, unë them që thellësisht ne jemi pragmatist. Pse? Dhe për këtë unë do të përmend edhe disa informacione ose lexime që kanë bërë kohët e fundit. Ajo që të bën përshtypje është që mbeten shumë të kuotuara ose shumë të pëlqyera ende, pavarësisht se ka ndryshuar trendi 5 vitet e fundit, degët e shkencave shoqërore. Dhe sidomos flas për fakultetin e shkencave juridike, fakultetin e ekonomisë, fakultetin e shkencave mjekësore, sepse realisht këto janë vende të cilat prindrit, të cilët janë ata që i drejtojnë fëmijët e tyre drejt këtyre degëve, mendojnë që pas mbarimit të universitetit ata do kenë përfitime shumë të mëdha, pra do bëhen jurist, pra do bëjnë një për llogaritje. Dhe unë besoj se kjo është shumë normale në shoqëritë që janë në zhvillim. Do të thotë, prindi mendon që pas mbarimit të shkencave juridike ata do të bëhen jurist, do të bëjnë namin, do bëhen prokuror, do bëhen mjek, gjithashtu do kenë shumë përfitime e kështu me radhë. Ndërkohë që në shoqëritë të cilat i kanë kaluar mbase para nesh këto hallka, pra kanë pasur arsimin e lartë i cili ka qenë më i aksesueshëm, pavarësisht se mund të themi që në Amerikë paguhet realisht shumë, pra studenti paguan realisht shumë për shkruar në arsimin e lartë. Megjithatë që ka incentiva që e mbrojnë studentin në sajt të bursave ose nëse ata vijnë nga shoqëri ose nga shtresa të marginalizuara, prap them që krahasimi nuk mund të bëhet. Megjithatë është një gjë e vërtet që edhe në shkencat shoqërore ne ndjejmë përditë në universitet ka filluar që prindrit dhe studentët jenë më të ndërgjegjshëm për atë çka zgjedhin. Pra 4 vjet, 5 vjet, 3+2 që unë harxoj në një universitet në shkenca shoqërore apo në shkenca eksakte, a do më kthehet investimi mbrapsht për atë që bëj? Dhe kjo ka filluar sigurisht të ndihet sepse shkencat shoqërore kanë filluar të zbehen disi dhe
të le të themi të vlerësohen më tepër ato deg ose ato profile të cilat japin profesion, për shembull, infermieri, fizioterapi, inxhinieri, të cilat unë mendoj që do jenë profesionet e së ardhmes, mbase do ta cekim edhe pak më vonë për sa i përket statistikave, Statistikat që flasim pak edhe për atë pjesën na bën sensitiv që është fitimprurja tek e fundit, se kur bëjmë për llogaritje flasim pikërisht se sa të ardhura do të fitojmë ose të paktën na do mundohemi të kompensojmë të shumat mëta parash që nxjerrim gjatë periudhës kur jemi student. Ne ndoshta jo, po familja jonë sigurisht është e njëjta gjë pak a shumë. Unë jam kurioze të di mënyrën, sepse folëm për prurjet në nivel sasior, flasim pak për prurjet në nivel cilësor. Gjimnazet shqiptare janë të profilizuara. Pra ne dimë që profilet shkencore dhe shoqërore studentët i bëjnë që në shkollë të mesme. Unë jam kurioze të di se si ka ndryshuar prurja në cilësi e studentëve pas profilizimit. Kemi disa vite që i kemi të profilizuara gjimnazet shqiptare. Unë mendoj që profilizimi do të kishte kuptim nëse do të mendoj mirë, por ajo që unë shikoj me studentët që në fakultetet ndryshme kam parë në vitin e parë, është që studentët të cilët kanë ardhur nga profili shoqëror kanë probleme shumë të mëdha nga pikpamja e kuptimit logjik, e kuptimit kvantitativ, sasior, nga pikpamja, si thuash, e kuadratimit modeluar të problemeve, kjo i mungon. Janë poet, ju mungon metoda, ju mungon saksia, ju mungon strukturat arsyetuarit. Kurse ata që vinë nga një formim teknik, çfarë kanë, ndihet tmerrsisht mungesa e dijeve sociale, mungesa e filozofisë, mungesa e një formimi humanist, dhe si thuash ne kemi tani dy lloj tipe nxënësish që vinë drejt universiteteve, të dy palët me mangësi. Po qëse do të më pyesni në këtë mënyrë siç më pyet, unë do isha po një gjimnaz klasik, por me atë trendin që është sot ku është nxënësi në qendër. Çdo më thënë nxënësi në qendër, domethënë është nxënësi i cili paraprakisht krijon strategjitë e tija për të shkuar në një fakultet ose në një fakultet tjetër, në një profil studimi ose në një profil tjetër studimi, dhe brenda gjimnazit ka lëndë të detyrueshme dhe pjesën e tjetër që është ajo diploma A e famshme, i zgjedh vetë dhe ndërton vetë kurikulum. Domethënë, nëse ai e di se do shkojë në fakultetin ku di unë për të diplomuar për biologji ose për matematikë ose për filozofi, ai nga gjimnazi do të zgjedhë disa lëndë të cilat korrespondojnë me kërkesën që profili studimeve universitare ka për të pranuar në atë universitet. Kjo çfarë do ta bëjë? E para, do të japi me lëndë të detyrueshme një formim global të përgjithshëm, e dyta, do të filloj ta specializoj nxënësin e gjimnazit qysh në fillim për të ndjekur specializimin e universitetit. Unë jam shumë me këtë dhe mendoj që ja vlen të testohet, të eksperimentohet dhe të aplikohet për të parë se çfarë do të japë. Por nëse më lejon një sekond vetëm të kthehem pak mbrapsh në këtë gjë, nga një herë unë kam një mendim të tillë që më vjen edhe çfarë shikoj në literaturën e sotme. Sigurisht studentët tonë vinë më shumë dhe janë profesionet e shkencave shoqërore ku ata tentojnë të hyjnë, sikur se u tha. Nga studimi që kemi bërë, thash me kolegun tim Dervishi, na rezultonte që kjo vjen sepse në gjimnazet, sidomos në gjimnazet e zonës rurale, nuk ka laboratore për shkencat e natyrës. Do thënë unë jam i sigurt që 90% e studentëve, sidomos nga zonat rurale ose qytetet e vogla, nuk e di se ç'bëhet në Tiranë, nuk ta them, nuk kanë parë një eksperiment të bërë, nuk kanë një laborator, nuk kanë një eksperiment fizik, kimik, nuk kanë bazën laboratorike në biologji, në anatomi. Nga kjo pikpamje nuk mund të bëhet me gishta ajo. Dhe detyrimisht ata kalojnë këtu. E dyta është që po të shikosh nivelin e notave, ne nuk kemi një botim, një statistik për nivelin e notave të studentëve në zonën rurale, ta kemi të botuar sa janë sipas shkollave, sipas klasave. Ne shikojmë atje që dominonte notat e ulta fare.
Edhe në profil shoqëror, do thënë, nëse. Gjithandej. Notët e ulta dhe imagjinoni tash një notë 5 dhe 6 se si mund të shkojë të orientohet drejt matematikës së kështu me radhë. E treta, çfarë shoqëria kemi ne? Ne nuk kemi shoqëri industriale. Por zakonisht ne themi kemi një shoqëri të qindustrializuar dhe duket sikur, po mirë, dhe Amerika është e qindustrializuar, edhe Franca është e qindustrializuar, edhe Italia është e qindustrializuar, edhe Shqipëria është e qindustrializuar, pra i njëjti model pra që kemi të zhvilluar. Jo, s'është kjo. Problemi është se ne jemi të qindustrializuar, pa krijuar sektor të tjerë dinamik që punojnë, kurse ata janë qindustrializuar, por ama kanë të zhvilluar shërbimet, kanë të zhvilluara një sër profesionesh të tjera. Unë shpeshherë pyes veten, çfarë i duhet 75% të njerëzve që hyjnë në profesionet e reja më shumë se tabela e shumëzimit dhe pjesëtimit. Çfarë i duhet? Në qoftë se ishte një call center, çfarë i duhen ligjet e fizikës? Çfarë i duhet Faradayit, çfarë i duhet Newtonit, çfarë i duhet Einsteinit, çfarë i duhet Pavlovit, çfarë i duhet Freudi e kështu me radhë. Kur ai është i ndërtuar në këtë mënyrë, pyetja ime është dhe unë atë hedh në tavolinë, nuk kam një përgjigje, kam element përgjigje, po pyetja ime që unë hedh përpara institucioneve të arsimit, përpara përgjegjësve të arsimit, përpara elitës intelektuale, përpara specialistëve të arsimit, është shoqëria e sotme shqiptare, a ka vend për dije universitare apo jo? Apo modeli dijeve universitare në Shqipëri duhet marrë një formë tjetër e cila të adoptohet me situatën në cilën ne ndodhemi. Kur unë nuk kam vende për filozofi, gjëja që do të bëj është e para të shikoj, ka fronte pune për filozofinë në Shqipëri? Ka aq sa ka. Pjesën tjetër, filozofinë do t'ja jap studentëve si një profil më vete që i çojnë në diplomim, apo do ta bëj filozofinë në shërbim të atij që bën matematik, atij që bën inxhinieri, siç ka filluar mendon bota. Sociologjinë do t'ja jap urbanistit, sociologjinë do t'ja jap ekonomistit, apo do krijoj një sociologji të përgjithshme teorike që do i formoj për sociologji dhe këta s'kan punë. Po s'kan punë këta, sigurisht. Pra, ka nevojë për të menduar, është kollaj të bësh një ligj shpejt e shpejt. Është kollaj të bësh 2 shkresa, është kollaj të nxjerrësh 3 urdhra. Nuk jemi aty. Duhen hedhur problemet në tavolinë. Më falni se u zgjata shumë. Jo, absolutisht. Në fakt është shumë e drejtë kjo që vëren profesor Fuga, sepse është ajo që vëren të gjithë. Pra, duket që gjërat kanë ndryshuar në mënyrë dinamike në plan përgjithshëm në shoqëri, por nuk kanë ndryshuar kaq shumë sa i takon pjesës së sistemit arsimor. Po, është një gjë që në fakt unë e kam pranuar edhe disa vite më parë. Ne synojmë që përgatitjen universitare ta barazoj me tregun. Unë them që përgatitja universitare duhet i paraprit tregut. Sepse universiteti, për shembull, marr një shembull konkret. Ne prodhojmë shumë jurist, por ne nuk kemi jurist që merret me çështje tregtare para disa vitesh. Pra shkolla jonë ishte deficitare për këtë pjesë. Erdhën shumë në fakt studentë që kishin mbaruar jashtë dhe le të themi e kanë plotësuar disi. Do thotë tregu kishte nevojë për jurist që merreshin me çështje tregtare sepse le të themi biznesi në Shqipëri është zhvilluar deri në atë pikë. Kështu që unë mendoj dhe në të ardhmen ne duhet mendojmë sot qoftë qeveria, qoftë edhe universiteti vet apo aktorë të tjerë, të cilët janë të përfshirë në çështjen e arsimit, që se si shkolla duhet i paraprit tregut. Pra se si shkolla duhet le të themi të mendojë se kush janë vendet e punës të së ardhmes, jo të së tashmes. Qofse ne mendojmë se kush janë vendet e punës së tashmes, se kemi zgjidhur problemin për 1-2 vjet. Nuk e kemi zgjidhur për 5 vjet, për 6 vjet. Dhe le të themi që kurrikulat universitare janë ato që ndryshojnë më avash. Kështu që ne duhet mendojmë me një plan minimalisht 5 vjeçar. Pra këtu e 5 vjet, kush janë vendet që Shqipëria mund të ofrojë në tregun e punës? Siç e thash më parë, ne u ta cekim pak më parë, le të themi që pak më vonë, por le të themi që studentët në këtë pjesë edhe na kanë paraprirë ose prindrit. Pavarësisht informacionit të mangët që ata kanë, të ajo që ka kërkohet sot, ato kanë filluar të drejtohen drejt fushave të cilat japin profesione. Pra janë më të ndërgjegjshëm, kanë filluar të jenë më të ndërgjegjshëm. Më parë ky informacion le të themi mungonte, sepse
më ka rastisur që për punën time të diplomës në nivelin bachelor 4 vjeçar para disa vitesh të bëj një testim sa informacion kishin le të themi maturantët për atë që do zgjidhin në universitet. 90% e tyre nuk kishin absolutisht asnjë lloj informacioni. Unë mendoj që situata sot ka ndryshuar, sepse prindrit janë më të ndërgjegjshëm për kohën dhe sepse nuk është vetëm çështje parash, është edhe çështje kohe që studenti ose le të themi fëmia i tyre harxhon në një universitet, harxhon në një metropol si Tirana, dhe do që ky investim i bërë nga prindit i kthehet mbrapsh, ose të paktën fëmia, siç unë jam prind sot, të jetë i aftë që të mbaj veten në këmbë pas mbarimit të universitetit. Kjo besoj që do ishte e dëshirueshme nga çdo prind. Kështu që le të themi që situata ka ndryshuar. Megjithatë, ne duhet punojmë shumë për t'i dhënë një drejtim gjithë këtij brezi të rinj, të cilët futen në universitet dhe të cilët mbas 3 vjetësh apo 5 vjetësh më keq akoma që e zgjasin periudhën e tyre universitare, nuk dinë se ku do shkojnë dhe përfundojnë duke punuar në call center. Përfundojnë jo se është një punë që nuk mund të lavdërohet absolutisht, por është një investim i cili është një investim në kohë, në para, është një investim në le të themi në kapital njerëzor, jo gjithmonë një produkt. Jo gjithmonë një produkt, dhe në fundit shoqërisë, kush i nevojitet? I nevojitet një inxhinier i mirë, i nevojitet një studiues i mirë i shkencave sociale, ai po i nevojitet një njerëz që punon sot në call center. Unë dua të qëndroj pak këtu dhe dua të pyes për një domethënë dilemë që e kanë zakonisht studentët. Ne themi që kanë filluar të ndërgjegjësohen, kanë filluar të bëhen për llogaritës prindrit e tyre, sepse në shumicën e rasteve, duke qenë në një moshë 17 apo 18, prindrit janë shumë vendimtar në zgjedhjen që ata bëjnë. Por ka dhe nga ata që ndjekin pasionin. Në këtë terren, me këto problematika që juve parashtruat, dhe duke pasur parasysh dhe përvojën tuaj, këta student duhet u udhëhiqen më shumë nga pasioni i tyre për një deg preferenciale, apo nga për llogaritjet që të tregojë se çfarë do të arrijnë pas këtyre 3 apo 5 viteve studimi? Unë do kisha një përgjigje thjesht nga për llogaritjet, ndoshta dukem shumë prozaik, shumë i thatë, por nuk duhet bërë shaka me jetën. Mua sa herë më pyesin edhe në rrjetet sociale, edhe në marrëdhënie ndoshta nga njerëz sporadike, njerëz të njohur e të panjohur, unë kam një përgjigje. Ne jetojmë në një shoqëri edhe një shoqëri të qefit. Çdo më thënë shoqëria e qefit. Shoqëria e qefit është një shoqëri që njeriu sotëm nuk punon 20 orë, nuk punon në miniera në kushte të rënda dhe mbas punës nuk bën dot asgjë. Jo, nëse ke pasion një gjë, dhe ky pasion përputhet me profesionin, atëre duhet parë se si këto të bashkohen. Më e mira është kjo. Domethënë, do të ishte ta zëm, thot një studius që unë isha përpara një rasti të tillë ku një prodhues verërash në Shtetet Bashkuara të Amerikës kishte pasion dhe rrjetin social. Dhe çfarë bënte? E ndërtoi tërë tregun e verërave të tij mbi komunikimin në një treg virtual që ai e punonte vetë me Facebookun e ku diun se çfarë më radh. Dhe arriti ta shumëfishonte, dhe kur e pyesja që cili është sekreti i suksesit tënd, ai thoshte pasionin me llogaritjet, unë arrita ti bashkoj. Bukur, rasti lumtur. Tashi jemi në rastin kur na vën në këtë dilemën që pasionin e kam në këtë mënyrë, por shikoj që unë do të isha që me jetën nuk duhet luajtur dhe duhet zgjedhur ajo që është e dobishme, dhe kur thash jemi në shoqëri e qefit, do të thotë që mbas pune secili ka mundësi ta ndjekë pasionin. Ka mundësi të bëjë një shkollë të dytë. Pafund. Ka mundësi të ndjekë të rejat e shkencës në mënyrë autodidakte. Ka mundësi, si thuash, edhe profesionin e vet ta orientoj në atë pikë ku pasioni i tij të lulëzoj. Pra, për të përgjigjur pyetjes tuaja, unë do thosha, nëse është e mundur të shkojnë bashkë dhe të superpozohen dhe të afrohen sa më shumë, në qoftë se jemi në një situatë kontradiktore, mos krijojmë dilema kot. Për mua duhet shkuar drejt për llogaritjes, drejt dobis
Dhe pasioni, sigurisht që është pjesë njerëzore, duhet ndjekur si një mënyrë plotësuese. Por këtu kam modelin e tretë, gjithsesi nuk duhet shkuar në një profil studimi të cilën kandidati ja urren, cilën nuk e do, cilën ka një, si thua, ka një dezafeksion edhe ka një neveri që nuk e duron dot në asnjë mënyrë. Në qoftë se nuk kemi të bëjmë me pasion, po kemi të bëjmë me të kundërtën ekstreme me neveri, është e kotë të shkosh atje, pse se në fund të fundit edhe rezultati nuk do jetë i mirë, edhe ka rrezik ta lësh për gjysmë, dhe problemi është që mund ta fitosh diplomën, mund të fitosh edhe vendin e punës, por ke humbur jetën. E fiton jetën, siç thot një kulturë e caktuar, e fiton duke e humbur. Do të thënë 3 modele, 1 superpozim, 2 të kesh mundësi që të zgjedhësh atë që ke dobi dhe pastaj ta plotësosh, 3 duhet heqësh dorë nga një profil të cilin nuk e pëlqen. Mua po të më thoshin që shiko, e plotësove këtë formularin, por do shkosh në një profil ku ti s'ke as kompetencë, as dëshirë, as pasion, as një dhunti dhe vërtet e nevorit, më mirë prit, më mirë bëj një gjë tjetër se sa të shkosh në drejtim. Në fakt jo, unë jam më të besoj se në këtë dilemë që duket gati si një lloj dileme ekzistenciale, se tek e fundit përcakton atë çfarë do të jetë e ardhmja e jetës. Ka një rol edhe universiteti për të asistuar të rinj të momentin e zgjedhjes, si mund të funksionojë më mirë në këtë pjesë? Ka një rol universiteti, pavarësisht se duhet thënë për që në realist që kurrikula, le të themi Bologna në sakt, ose Bologna realizuar në kushtet shqiptare, është pak më rigjide se ç'mund të jetë jashtë Republikës së Shqipërisë. Pse, për shembull, në modelin e një shkolle amerikane, studenti hyn në vitet të parë, ai mundohet të orientohet gjatë vitit të parë dhe mbas vitit të parë ai bën zgjedhjet e tij. Në rastin e një shkolle shqiptare, e një kurrikule shqiptare, ai mund të hyjë në vitin e parë, por vetëm mbas mbarimit semestrit të parë ai duhet vendosi të qëndrojë në atë deg apo të ndryshojë deg tjetër. Pra nuk i lihet shumë kohë. Megjithatë, në universitetet përgjithsisht kjo ka filluar që në përgatitjen e studentëve në gjimnaz apo në shkollat e mesme që kanë hyrë lëndët e formimit karrierës. Nuk e di se sa ato realizohen dhe si realizohen, sepse janë lëndë, le të themi, lëndë me zgjedhje, por le të themi ka filluar një përpjekje në shkollimin e mesëm për të orientuar nxënësit maturantët, nxënësit e shkollës mesme. Gjithashtu edhe në universitet gjithmonë ekziston, e si në rastin ton, në universitetin ton, një zyrë karriere i cili ndihmon studentët për të orientuar, le të themi, në atë çka ata kanë zgjedhur, nëse ata duan ta ndryshojnë atë apo jo, apo në atë çka ata do të vazhdojnë në ciklin e dytë, pra master, qoftë master i shkencave, apo qoftë master profesional, qoftë një specializim, apo qoftë studime doktorale e kështu me radhë. Ajo që ka vërehet është që në qoftë se unë jap mësim në vit të parë dhe pyetja e parë që i bëj orën e parë studentëve është pse ke zgjedhur këtë deg? Dhe ai të thotë unë jap mësim në psikologji dhe ai thotë ajo atë çka thet Jevis, sepse kam pasion, sepse dua të punoj me njerëz. Kjo është shumë pak. Realisht, do të thënë nga përgjigje që mund t'japin nxënësit. Megjithatë, kjo varet nga formimi që ata kanë pasur në shkollimin e tyre të mesëm. Më vonë ata e kuptojnë se sa e rëndësishme është dega që ata kanë zgjedhur, por më le të ndaloj edhe tek një pjesë që në fakt e përmendi profesori dhe unë jam dakord me të. Nëse pasioni është paralel me për llogaritjet që bën një student apo prindi i tij në këtë rast, sepse le të themi që prindrit janë ata që janë vendimtar në një farë mënyrë pak të në realitetin shqiptar. Në qoftë se këto të dyja shkojnë bashkë, atëherë kjo është një martesë e lumtur, do të thosha. Të paktën është një shoqëri si e jona. Përse mua më ka rastisur, për shembull, po them një rast nga jeta ime, unë kur isha studente jashtë, mora një shtëpi me qira dhe sipër meje, le të themi pronarët e shtëpisë ishin diplomat. Ndërsa vajza e tyre ishte punëtore ndërtimi. Ky ishte rasti i Norvegjisë, sepse ajo nuk ishte dashur të vazhdonte shkollën dhe kishte gjetur jetesën e saj, ishte punëtore ndërtimi. Kishte grupin e vet të ndërtimit dhe bënte ndërtime në qytetin e Oslos dhe ishte shumë e lumtur për këtë. Absolutisht. Por këto janë rastet e një shoqërie e cila është e zhvilluar, e cila ka arritur të ketë një stad zhvillimi të tillë. Ndërkohë në rastin ton do të thosha që
për llogaritja do ishte ideale e bërë nga prindrit apo edhe nga studentët? Do ishte ideale vërtet, sepse në fakt edhe në shoqëri të zhvilluara opsionet janë më të mëdha, sigurisht, dhe në një shoqëri në zhvillim si kjo jona, është akoma dhe më e rëndësishme që të shohim se si vjen pjesa e kërkesës dhe ofertës, pikërisht për të dalë tek ajo që janë fitimet, sikurse thashë pak më përpara, është pjesa më sensitive. Pas ndërprerjes publicitare që do të kemi në këto momente, do të flasim pikërisht për arsimin fitimprurjen, të llogaritur përmes një studimi amerikan që tregon se sa janë nivelet e fitimprurjes duke marrë parasysh formimin arsimor të rinjve, pra nga shkolla e mesme e deri tek masteri dhe doktoratura. Rikthehemi pas ndërprerjes publicitare. Education pays, edukimi paguhet, në mënyrë të kripur veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një studim i vitit 2013 tregon benefitet që vijnë nga arsimimi për individin dhe shoqërinë. Kështu sikurse shfaqet edhe në këtë grafik, të ardhurat mesatare për ata që kanë përfunduar nivelin bachelor të studimeve janë rreth $21,000 më të larta se sa të rinjt që kanë pasur vetëm shkollën e mesme. Diferenca bëhet duke përfshirë në vlerën totale edhe pagesën e taksave prej $5,000 dhe tatimin mbi të ardhurat prej $16,000. Të ardhurat mesatare më të larta rezultojnë të kenë edhe individët që kanë mbaruar kolegjin, të cilët kanë 14% më shumë fitimprurje se sa ata që kanë mbaruar vetëm shkollën e mesme. Të ardhurat mesatare për to, pas shlyerjes së taksave, ishin 13% të larta. Ndërkohë, përshkallëzimi i edukimit vjen në proporcion të drejtë me fitimprurjen më të lartë ndaj dhe individët që kanë një associate degree dhe punojnë full time, rezultojnë të kenë 27% më shumë nivelin e të ardhurave mesatare të tyre, krahasuar me individët që kanë shkollën e mesme. Të ardhurat mesatare arrin nivelin e 25% pas taksave. Ata të cilët kanë përfunduar studimet master marrin 2 fish më shumë të ardhura. Pa llogaritur taksat, këta individ sigurojnë 90% më shumë të ardhura mesatare, krahasuar me ata që kanë përfunduar vetëm shkollën e mesme. Individët me studime doktorale fitojnë 2.4 herë më shumë pas shlyerjes së taksave. 77% e atyre që përfundojnë 4 vitet e shkollës së lartë dhe diplomohen rreth të 25-ave arrin të sigurojnë 58% të ardhurave brenda vitit. Diferenca e të ardhurave midis individit me shkollë të mesme dhe atij me diplomë bachelor është 60% e fitimprurjes. Për gjatë 40 viteve punë në gjithë jetën, të ardhurat mesatare për bachelor degree janë dukshëm më të larta se sa të ardhurat e individëve që kanë përfunduar shkollën e mesme. Ato renditen në nivelin e 65%, po ashtu në një nivel relativisht të ardhurash të grumbulluara për gjatë gjithë jetës janë dhe ata që kanë një associate degree, si edhe ata që kanë mbaruar kolegjin, të cilët kanë një nivel të ardhurash përkatësisht në 27% dhe 13% më të lartë se sa individët që kanë zgjedhur të mbarojnë vetëm shkollën e mesme. Grafiku ilustron dhe për llogaritjet që janë bërë në bazë të fitimit që individët kanë gjatë një vit pune me kohë të plotë. Kjo pasi përqindja e të rriturve që punojnë nga mosha 25 deri në 67 vjeç rritet në proporcion të drejtë me nivelin e edukimit të marrë. Këto të ardhura janë përllogaritur pa pasur parasysh zbritje në vlerë të taksave që duhet të paguhen. Në fakt, inserti tregon disa të dhëna statistikore që i takojnë pikërisht të rinjve dhe studentëve në Shtetet e Bashkuara, me të drejtë sepse të dhëna të tilla neve nuk i disponojmë për studentët shqiptar, do të ishte mirë mbase për të kuptuar edhe këtë lidhjen, sepse pjesa e fitimprurjes është ajo që tregon realisht lidhjen midis shkollës së lartë dhe tregut të punës. Megjithatë, në mungesë të këtyre evidencave, unë do t'ju referohesha sërish përvojës suaj empirike në të dyja drejtimet për të parë pak se si është ky raport, si është i vendosur raporti pra midis progresit në edukim, pra arsimimit të mëtejshëm, kalimit shkallë pas shkalle dhe fitimprurjes. I njoh këto shifra, i njoh këto të dhëna, edhe të tjera sigurisht edhe më të detajuara. Po them dhe burimin e kam nga Twitteri, sepse ndjek mediat, revistat shkencore ekonomike
edhe teknologjike amerikane dhe informacioni vjen me ato parametra që ju thoni edhe me të tjera që sigurisht ju na keni kursyer kohën për të mos i thënë. Tani, kujdes në mendimin tim tek një kurth logjik që e dhëna tregon. Sepse në pamje të parë duket që sa më shumë shkollë të kesh, aq më shumë të ardhura ke. Se ja e tregon fakt. Po, është në përpjestim të drejtë. Është në përpjestim të drejtë. Megjithatë, duhet të pasi kujdes. Pse? Sepse në fakt ato grafik tregojnë që profesionet që sjellin më shumë para në shoqëritë e së zhvilluara janë profesionet që kërkojnë edhe më shumë arsimin. E dyta që në profesionet që sjellin më shumë para dhe janë dhe profesionet që kërkojnë kualifikim më të lartë. Por jam krejtësisht i sigurt në rastin evropian, këtu nga përvoja empirike sa i njoh universitetet europiane edhe shoqërinë europiane, edhe ka kontakti drejt për drejt, që kjo nuk do të thotë se sa më shumë arsim të kesh, aq më shumë të ardha do të kesh në jetë. Ja. Pse? Sepse sa më shumë zgjatet arsimi, vitet arsimit, aq më pak ulen, aq më shumë ulen mundësit për të kapur një vend pune konform atij niveli që ke. Që të vi më konkretisht. Në qoftë se janë 100 veta dhe 100 veta, 100 student mbarojnë master dhe kërkojnë punë për nivelin master, këta me qenë se kërkojnë punë të kualifikimit më të ulët, kanë gjerësi në piramidën e profesioneve ku mund të punësohen. Punëtor, teknik e kështu me radhë. Në qoftë se këta 100 kërkojnë të bëhen doktor. Sigurisht, një vend i niveli shumë të lartë, një post i nivelit shumë të lartë, mund të kërkojë gradën doktor. Dhe ka më shumë para. Po këta 100 në qoftë se luftojnë për të bërë doktor, vetëm njëri prej tyre do bëhet doktor. Pra, do të thotë 99 të tjerët do bëjnë shpenzimet, do humbin kohën dhe shpenzimet dhe koha që do të vënë për atë profil dhe për atë projekt nuk do t'ju rambursohet, nuk do t'ju kthehet. Këtu do shumë kujdes dhe do një mendim të pjekur. Kurse në rastin shqiptar, unë nuk jam i sigurt që profesionet që kërkojnë më shumë arsimin japin dhe më shumë para. Ka disa profesione që japin, por ka profesione të tjera që nuk japin. Për shembull, unë nuk jam i sigurt, dhe këtu kërkohen studime, një drejtorie në një ministri. A është një njeri që në degën anë profilin e tij ka formimin nga më të lartët? Se di. Deputetët e parlamentit shqiptar, a janë dhe ata që kanë profilin më të lartë juridik ose ekonomik, apo nuk janë ata? Do parë. Menaxherët e kompanive të ndërmarrjeve të mesme dhe pastaj dhe menaxherët apo pronarët e ndërmarrjeve të vogla janë ata që kanë dhe formimin më të lartë. Unë kam frikë se formimi më të lartë kulturor në Shqipëri e kanë të papunët. Ose ata të papunë të viteve të parë 2, 3, 4 që janë studentët, që dalin nga shkolla me një formim shumë të lartë kulturor dhe për cilët s'ka vend pune. Kam frikë se kjo piramidë është e përmbysur në Shqipëri shumë. Përse? Sepse këtu del për mendimin tim një detyrim shumë i madh, që do të thotë duhen rregularizuar profesionet dhe vendet e punës në shoqërinë shqiptare. Çfarë do të kuptoj me rregularizim të punës? Do të thënë, një shoqëri e madhe ndërtimesh, po pse mos jetë detyruar që kur ndërton në një lagje në një qytet të bëjë edhe studime sociologjike? Që do të thotë, për atë projekt që ka duhet të ketë patjetër sociologun, duhet të ketë patjetër ekonomistin, po ekonomistin me shkollë të lartë. Po pse një zinxhir hotelesh të mëdha
të mos ketë atje merciologun të detyruar. Shteti nuk do detyroj që të thotë merr këtë merciolog Artanin apo X-in apo tjetrin. Kjo është liri e tregut. Por pse i themi ne farmacistit që duhet të kesh shkollën e lartë për farmaci? Dhe nuk i themi kuzhinierit të një kuzhine të madhe që ushqen, ku diun, 200, 300 klient në vaft, që shiko, duhet të kesh një shkollë të formimit të lartë në këtë profesionin tonë. Çfarë na ndodh ne tash? Ne na ndodh që nga njëra anë masivizojmë shkollën dhe prodhojmë kulturë, këtë kulturë e derdhim në shoqëri dhe ndërkohë shoqëria nuk e thith. Pse? Sepse ne në një pjesë shumë të madhe kemi një ekonomi të mbështetur mbi sipërmarrjen familjare. Sipërmarrja familjare është e tillë që vetë punësohet dhe niset nga ky faktor, fitim sa më i madh, duke punësuar dhe njerëz me nivel sa më të ulët. Mos marr shembuj të tjerë që nuk dua të them, ku ka sektor që po të kesh nivel të ulët të marrin sepse të paguajnë pak dhe të heqin nga puna, po të kesh nivel të lartë dhe të marrin me kontratë atje, nuk të marrin sepse thotë jo se më shton shpenzimet. Këtu duhet ndryshë shteti. Që do të thotë duhet rregularizuar ekonomia. 1, që do të thotë duhet rregularizuar profesionet. 2, duhen parë profesionet në raport me diplomat që merren. E treta, çfarë duhet bërë? Duhet bërë që shumë aktivitete duhet të plotësohen nga pikpamja e strukturës të burimeve njerëzore të cilën përdoren. Ta zëm, ku diun, pse do pranoj unë që një pallat i madh që ndërtohet në një qytet, shefin e kantierit ta ketë si thuash, një individ shumë të ndershëm, shumë të mirë, që është gjeometër me shkollë të mesme, sepse është kunati i pronarit. Jo, nuk lejoj të gjë. Merë cilë të duash, bëj konkurs, do të bërë me konkurs sot perëndimi, po nuk botove në media ose në internet konkursin e hapur, qofsh dhe firmë private, ta konsideron të palishëm, ta konsideron konkurrencë palishme, ta konsideron shkelje të drejtave të njerëzit. Dhe ne nuk duhet të krenohemi me këtë që krenohemi shpesh herë që në Shqipëri liria e biznesit, ne jemi të parët në lirinë e biznesit. Pse? Se e hap biznesin brenda ditës. Dale, ta hapësh brenda ditës, hape, dakord, mos ketë pengesa burokratike. Po sa zbatohen këto norma, këto rregulla, ne kemi një ekonomi dhe shoqëri të panormativizuar dhe për mua reforma e parë e arsimit do të bëhet atëre kur shoqëria të normativizohet në atë mënyrë që prurjet që universitetet sjellin të ketë mundësi të thithi në mënyrë që të di, të bëhet një shoqëri e dijes, një shoqëri e krijimit, dhe jo një shoqëri që e ndodhur nën presionin e tregut bën që për të akumuluar sa më shumë pasuri dhe fitim brenda një ndërmarrje, brenda një biznesi, duhet të punsoj njerëz sa më pak të kualifikuar. Kjo është ajo që ndodh. Unë jam gati ta provoj me shifra këtë. Në këndvështrimin tuaj, nga duhet filloj ndryshimi, pra në këtë raportin midis shkollës dhe tregut të punës, nga duhet jetë ajo shkëndia e parë që të sjellë pikërisht këtë rregullim të marrëdhënieve ose këtë formalizim të marrëdhënieve? Nëse flasim për rregullim, në fakt ndërmjet këtyre dy aktorëve, rregullimin mund ta bëjë vetëm shteti në këtë rast. Edhe ka disa arritje, krahasuar me disa vite më parë, për shembull mund të përmend faktin që sot janë kthyer në profesionet rregulluara profesioni mësuesit, që është për të lavdruar, mësuesët japin provimin e licencës, janë kthyer në profesionet rregulluara stomatologu dhe farmacisti, janë konkurse të cilat në gjykimin tim janë objektive. Dhe le të themi është rregulluar disi. Megjithatë probleme ka. Pse? Se vërtet sot mësuesit bëjnë, le të themi, provimin e licencës, le të themi provohet ai mësues pasi del nga shkolla, jep licencën, bën edhe një vit, le të themi, praktik, por a punsohet ky mësues? Në vendet që neve kemi më shumë sot nevojë, në jashtë edhe Tiranës, në shkollat e mesme apo nëntëvjeçare, a ka mësues të mirë përgatitur, të cilët
ushtrojnë profesionin e tyre. Dua të përmend vetëm një rast, për shembull në media doli para pak javësh që para disa ditësh në fakt që mungonte mësuesi matematikës në klasën e 6 dhe të 7 të një shkolle në një fshat të Elbasanit, në mos gaboj. Pra, le të themi, ne bëjmë mirë disa punë, por nga ana tjetër shteti ai që duhet të rregullojë çështjen e punësimit, paktën për profesione të cilat janë shumë imediate dhe shumë të domosdoshme për formimin, le të themi, të brezave, formimin shëndetësor, formimin profesional, formimin arsimor të fëmijëve tanë. Për të ndalur pak edhe tek materiali që përgatitet ju e vis, ajo që unë do të thoja është që jam dakord me profesorin që realiteti jonë, ne kemi thënë gjatë gjithë kohës në këtë emision, ndryshon nga realiteti amerikan, nga realiteti europian, kështu që ne nuk mund të kërhasohemi për sa i përket shifrave për të cilat flasim, se vërtet që në Amerikë, në qoftë se ke një shkollim më të mirë, atëherë edhe mbas mbarimit të shkollimit do kesh një pak më të mirë. Pra është një investim i cili rikthehet. Nuk do të ishta dakord 100% në rastin e Shqipërisë, megjithatë është një indicie që na jep grafiku që ju treguat, po ta keni vënë re, le të themi, përgatitja profesionale. Pra grafiku më i lartë, investimi më i lartë i cili kthehej mbrapsht ishte për ata studentë të cilët kishin zgjedhur një përgatitje profesionale, pra të cilët kishin zgjedhur, le të themi, vërtet bënin universitet, po t'i bënin në fushën e profesionet. Pse duhet të them këtë? Për shembull, me sa kam ndjeni unë dhe me sa kam lexuar unë, profesionet e së ardhmes janë ato profesionet të cilat i vinë në ndihmë shoqërisë, për shembull profesionet e shërbimeve, profesionet e infermierit, profesionet e fizioterapistit, sepse shoqëria jonë po plaket. Në rast se do t'i referohemi shoqërisë amerikane, shoqëria amerikane supozohet që në vitin 2025 do ketë 70% të popullsisë mbi moshën 60 vjeç. Do të thotë dhe profesionet dhe investimi që duhet bëjnë studentët duhet shkojnë në këtë drejtim, pra për të përgatitur profesionist, të cilët do i shërbejnë kësaj popullsie e cila është mbi 60 vjeç në vitin 2025. Megjithatë, për të kthyer mbrapsht tek realiteti shqiptar, ne do duhet të kishim studime, do duhet që ata studentë të cilët mbarojnë shkencat sociale, të cilët janë studiues të shkencave politike, statisticien, ekonomistë, të cilët janë të shumt, le të themi, që gjenden në tregun e punës dhe të cilët nuk kanë një pozicion pune, të përfshihen në të, pikërisht për të bërë këto lloj studime që na vlen të gjithëve. Na vlen ne për të diskutuar këtu, po i vlen më shumë qeverisë ose shtetit shqiptar për të bërë politikat e së ardhmes. Sigurisht. Dhe në fakt për politikat e së ardhmes do doja që ta mbyllim bisedën duke u ndalur pak te ajo se çfarë mund të transplantojmë, nëse do ta quajmë kështu. Ne gjatë gjithë kohës ju referuam pikërisht për shkak të mungesës së të dhënave statistikore shoqërive të Europës Perëndimore dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por edhe modelet që ato kanë, pikërisht për diferencat që u evidentuan gjatë këtyre minutave, nuk mund të jenë të marra ashtu sikurse janë dhe të sillen në vendin tonë. Në këndvështrimin tuaj, cilat aspekte mund të adaptohen, pra mund të përshtaten? Problemi është këtu. Sipas meje që t'jem i thjesht edhe sintetik, mendimi im është ky, që në qoftë se duam të bëjmë një reformë në këto drejtime ku ne po flasim, dhe duam jo thjesht të mbijetojnë universitetet, po duam të emancipojmë kulturalisht shoqërinë shqiptare. Reforma për mua duhet jetë një reformë e integruar në kryqëzim fushash. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që rregularizim i profesioneve në treg. 1. Ndryshimi i modelit ekonomik. 2. Transformimi i universiteteve drejt profesionalizimit 4 të tyre 3 dhe e 4-ta transformim i kurikulave dhe i personelit mësim-dhënës dhe kërkues shkencor. Në qoftë se këto të 4-ta nuk shikohen në një sintezë të përbashkët, nuk zgjidhet problemi. Nuk zgjidhet problemi thjesht duke parë se një universitet e ka apo nuk e ka të licencuar plotësisht një profil studimi. Nuk e zgjidh këtë problemin. Një filan periferike, një filan aspekt në krahasime të tëra. Nuk e zgjidh dot. Nuk e zgjidh dot. Unë jam i bindur
që pedagogët e universiteteve nuk dinë se çfarë dije t'i japin studentëve. Dakor, t'i jap një dije në shkencat humane, po cilën? Sepse sot dia është një univers, nuk është shekulli 17, nuk është shekulli i 4 para erës sonë, që dihet kemi Aristotelin, analitikët, logjika, retorika, etika dhe kaq. Sot është dia e pafund. Pra, duhet një reformë sintetike e integruar në disa fusha. Që do të thotë, nëse, sigurisht nuk mund të kërkojmë që shoferët taksive të bëhen me universitet për taksist. Nuk është kjo. Por ka shumë sipërfaqe të mëdha tregtare sot në Tiranë, më ka ndodhur, kanë ndjer kënaqësinë, shërbimi pas shitjes i klientit, kanë vajtur dhe më ka buzëqeshur vajza. Edhe kush je ti? Po unë të njoh pse, po unë kam mbaruar masterin për komunikim. Dhe duket ajo në sy, duket në sjellje, duket në mënyra si drejtohet. Ajo vërtet është një vend ku kërkohet ky formim universitar. Shkon në sipërfaqe të tjera tregtare që bëjnë me miliona e miliona fitime dhe nuk gjen një mercolog, nuk gjen një këshillues për blerjet, nuk gjen një njeri që të merret me shërbimin pas blerjes e kështu me radhë. Që do të thotë, ne na duhet që duke rregulluar të profesione, një pjesë të fitimeve që merr kapitali të zbresi, sepse janë fitime shpeshherë mbi norma fitimi dhe janë maramëndse, që do të thotë këto të kalojnë tek punësimi i njerëzve që vinë me formim dhe këta njerëz që vinë me formim bëjnë një shërbim më të mirë. Unë jam i bindur, për shembull, që duke parë gjendjen e ndërmarrjes shqiptare, shikoj që ndërmarrjet shqiptare, kushdo që na dëgjon, shikoj webet e ndërmarrjeve të vogla, sipërmarrjet të vogla të mesme shqiptare, i kanë përfaqe të zezë webet. Po se kuptojnë që duke pasur përfaqe të zezë webin, ti ke përfaqe të zezë marrëdhëniet me klientin, ke prezantimin e mallrave, prezantimin e shërbimeve, tregun e jashtëm nuk e kap dot, s'ke mundësi të pagesave online, në qoftë se ti punson 2 vet të mirë që din IT-n dhe din komunikimin, ti shton fitimet. Pra nuk është fjala këtu që ti marrin ca para që të mbahen universitetet në mënyrë që ne të formojmë student me diploma që nuk dihet se çfarë bëhet. Jo, problemi është që duke punësuar këta njerëz, ndërmarrja shqiptare dhe ekonomia shqiptare dhe shoqëria shqiptare të marrë një frym tjetër, të gjeneroj para, të gjeneroj pasuri, vetëm kështu mund të bëhet. Në qoftë se nuk shkohet kështu, siç u tha këtu, tha dhe Elona me shumë të drejtë, për të parë drejt së ardhmes, ne do të ngelim në vend, do të na merret fryma brenda një modeli i cili qarkullon një para të vetme dhe që prodhon një dije në thonjza e cila nuk është veçse një ignorancë e iluminuar dhe e paketuar në një diplomë. Mirë, kemi arritur në fund të kohës televizive për këtë puntat. Nuk e di nëse Elona ka diçka përctuar në përfundim në mënyrë për mbledhur të kësaj. Ne fillojmë vitin akademik me 20 tetor fillohet viti akademik dhe fillohet universiteti në të gjithë Republikën e Shqipërisë për mira student. Disa e kanë zgjedhur dekën e tyre, disa kanë edhe shumë pak kohë për ta zgjedhur. Ajo që unë do thoja është që të bëjnë pikërisht atë që thamë edhe ne këtë në studio, unë do i sugjeroja që të bëjnë atë për llogaritje duke kombinuar pasionin që ata zgjedhin, për dekën që zgjedhin, gjithashtu edhe një për llogaritje se ku ky investim që ata po bëjnë sot do të kthehet nesër. Dhe jo të shkojnë për të bërë një shkollë të lartë thjesht për të patur një diplomë. Ka ikur kjo tashmë kjo kohë, në fakt kjo kohë s'ka qenë asnjëherë, kanë qenë vetëm në mendjet tona, kështu që është një investim i gjatë, është një investim në para dhe në kohë, do theksoja faktorin kohë që është shumë i rëndësishëm. Jemi një vend i cili po tenton të integrohet në Europë, le të shikojmë dhe të marrim eksperiencat më të mira të vendeve europiane në këtë drejtim. Po, sepse së pari duhet që ta sjellim këtu mendsinë e vendeve dhe më pas do të shohim se kur do të jemi në Europë. Dhe kjo është pjesa që nuk e kuptojmë. Ndonjëherë na duket si diçka e largët për jashtëm, por ka të bëjë mirëfilltazi me mënyrën e jetesës, me mirëqenien tonë edhe me mënyrën e të menduarit mbi të gjitha, sepse mentaliteti është fuqia motorike që vën në lëvizje të gjitha gjërat. Unë ju falenderoj shumë për pranimin tuaj në studio, për gjitha këshillat dhe analizën që përcjellët. Uroj që të kenë qenë sa më e vyer për ata që na kanë
ndjekur, për ata që kanë ende kohë për të bërë një zgjidhje, por edhe për ata që merren pikërisht me hartimin e strategjive dhe politikave dhe që kanë për detyrë të jenë pak më larg pamës se sa çishin ndoshta neve sot për gjatë këtyre minutave. Falenderoj shumë për vëmendjen që na kushtua dhe ne bashkëshihemi sërish në ora 16. Deri atëherë nga unë Visnasto, miru takofshim.